Shëndetje, miqtë mi. Miqtë vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2023. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Të shikon nga larg personi që është interesuar për ju, të shikon gjithmonë nga larg, në largësi. Por ka ardhur momenti që ta thyej aktin dhe të vi drejt teje. Pra, gjithmonë të kontakton nga larg, në largësi. Por tani ka ardhur momenti që ta thyej të akut dhe të vi drejt teje. Është pak konfuz dhe ka pak frikë. Mos ti e refuzon. Prandaj e ka zgjatur të ardhjen tek ju dhe të ka parë gjithmonë nga larg. Edhe pse në largësi ai i shikon tek ty paqen, harmoninë dhe qetësinë e tij. Kjo histori juaja mbrohet nga një ëngjëll që gjithë njerëzit negativ që keni pres i largon. Letra e Diellit më tregon që ky person e thyen aktin dhe vjen drejt jush, edhe pse ka pas frikë gjithmonë nga refuzimi, se nëse ju nuk e pranoni, ai vjen drejt jush me këtë talë paqe dhe me këtë dritë dielli që ndriçon rrugën për të bërë një transformim me ju dhe për të ndryshuar dhe statusin në jetën tuaj. Sepse ky është një person, si ky gjykatës, është një person i drejtë. Dhe ty të shikon si në ynë polar në univers. Është i vetmuar dhe ti për të jepi fener që i lëshon të dritë në rrugtimin e jetës ti. Pra, ti për të je yni ti polar dhe ai e merr të hap për të ardhur tush, sepse tani ka ardhur momenti. Ta thyej aktin. Me kë rezonon kjo? Me gërmën P, me gërmën N, gërmën D, I, Z. Q, B, R, gërmën G, V, T, H, Y, E, L, Ž, P, Ž, S, U, A, M, Q dhe gërmën L. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me dashi, peshoren, me shigjetari, me ujori, me peshqit dhe me demi. Faleminderit shumë, miqtë mi.